SNA zbuloi përmes një shkrimi se ish deputeti i PD si konvertuar në këshilltar të PS-s në Këshillin Bashkiak dhe një ushtar i Erion Veliajt, Halit Valteri, po mblidhte firma që kryebashkiaku i arrestuar për 13 akuza të rënda të dilte nga qelia për të shkuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të premten. Tashmë po publikojmë edhe kërkesën e Këshillit Bashkiak drejtuar prokurorisë së posaçme dhe drejtorisë së burgjeve që Erion Veliajt i lejohet të jetë i pranishëm në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, që do të mbahet në 21 nëntor në orën 10. Pra Halit Valteri me shokët e tij kanë firmosur që Erion Veliajt të jetë në Këshillin Bashkiak për të folur për buxhetin, ku në fakt duhet të ishte e kundërta, duhet të thirrej për ta shkarkuar. SNA paralajmëroi se kjo duhet të jetë një lëvizje nga ato të radhës të kryebashkiakut të Tiranës, që kërkon të mbahet fort pas mandatit të kryetarit të bashkisë për të mbajtur peng kryeqytetin për interesat e tij personale dhe të lidhura me 13 akuza penale. Veliaj po i bën këto lëvizje bashkë me mercenarët që i ka bler Sanga Saliu e Sanga Lulzim Basha për të shkuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, që kjo më pas të trumbetohet si një fitore, si ajo që u shit pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ku i vetmi fakt që doli nga ajo seancë që zgjati më shumë se 7 orë ishte që Veliaj mbeti në burg me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale.